Përshëndetje. Tani do të mësojmë formën mohore për foljet jam dhe kam. Biti. Sam, si, je, smo, ste, su. Nisam, nuk jam. Nisi, nuk je. Nije, nuk është. Nismo, nuk jemi. Niste, nuk jeni. Nisu, nuk janë. Imati. Imam, imash, ima, imamo, imate, imaju. Nemam, nuk kam. Nemash, nuk ke. Nema, nuk ka. Nemamo, nuk kemi. Nemate, nuk keni. Nemaju, nuk kame. Shembujt për foljen jam në formën mohore janë. Ja nisam u gradu. Unë nuk jam në qytet. Ti nisi u selu. Ti nuk je në fshat. On ni u stanu. Ai nuk është në apartament. Ona ni u sobi. Ajo nuk është në dhëm. Ono ni u shkolli. Shembujt për foljen kam në formën mohore janë. Mi nemamo mačku. Ne nuk kemi mace. Vi nemate sveske. Ju nuk keni fletore. Oni nemaju olovke. Ata nuk kanë lapsa. One nemaju cveqe. Ato nuk kanë ljule. Ona nemaju psa. Mund të themi. Nisam u bioskopu. Nemamo stan. Pra, pa përemrin vetor. Gjithashtu, këto forma mund të vendosim në fillim. Dhe në fund, mbetet forma pyetëse. Forma pyetëse për foljen jam është biti. Dali sam ja. A jam unë. Dali si ti. A je ti. Dali je on. A është ai. Dali je ona. A është ajo. Dali je ono. Dali smo mi. A jemi ne. Dali ste vi. A jeni ju. Dali su oni. A janë ata. Dali su one. A janë ato. Dali su ona. Forma pyetëse për foljen kam është imati. Dali imam ja. A kam unë. Dali imash ti. A ke ti. Dali ima on. A ka ai. Dali ima ona. A ka ajo. Dali ima ono. Dali imamo mi. A kemi ne. Dali imate vi. A keni ju. Dali imaju oni. A kan ata. Dali imaju one. A kan ato. Dali imaju ona. Dali në gjuhën serbe dhe a në gjuhën shqipe. Shembujt janë. Dali sam ja u bioskopu. A jam unë në kinema? Da, ja sam u bioskopu. Po, unë jam në kinema. Dali si ti u parku? A je ti në park? Ne, ja nisam u parku. Jo, unë nuk jam në park. Dali je on u Beogradu? A është ai në Beograd? Da, on je u Beogradu. Po, ai është në Beograd. Dali je ona u prodavnici? A është ajo në dyqan? Ne, ona nije u prodavnici. Jo, ajo nuk është në dyqan. Dali je ono u shkolli? Da, ono je u shkolli. Në këta shembuj, mund të shihni da
po dhe ne jo. Në këto pyetje, mund të përdorim përemrin vetor, por kjo nuk është e nevojshme. Pra, mund të themi pa përemrin vetor. Dali sam u bioskopu. A jam në kinema? Dali si u parku. A je në park? Dali u Beogradu. A është në Beograd? Dali u prodavnici. A është në dyqan? Dali je u shkolli. Dhe të shohim disa shembuj për foljen kam. Dali imamo mi stan? A kemi ne apartament? Da, mi imamo stan. Po, ne kemi apartament. Dali imate vi kuću? A keni ju shtëpi? Ne, mi nemamo kuću. Jo, ne nuk kemi shtëpi. Dali imaju oni knjige? A kanë ata libra? Da, oni imaju knjige. Po, ata kanë libra. Dali imaju one cveće? A kanë ato ljulje? Ne, one nemaju cveće. Jo, ato nuk kanë ljulje. Dali imaju ona psa? Da, ona imaju psa. Vinjëre. Dali si ti u gradu? Da, ja sam u gradu. Dhe, da, u gradu sam. Pra, nuk mund të themi da, sam u gradu. Tani dini të thoni da dhe ne, por ndoshta është možda. Shihemi së shpejti. Vidimo se uskoro.